Qa ka me pa, mas pari, nëse bosh kryeministër, qa ka me pa qytetari, mas pari për i tjeli? Thash, e para ekipin e jashtëzakonshëm, e dyta punën e jashtëzakonshme, e treta nisjen punën e parë bashkë të bëjqef me dicën në punë të parë, me bo, me iksa dhejqe e pashtë sot të autostrada për Prizren që ke, që ajo dhejë që atje që kësh mit, 5 km kolona e gjatë e kirëve ke, për një dhejë që kësh bo me pari, do me thonë, veç ajo, du të me thonë njerëzve hekni të punë. Jo, ne kom tonë me ekipin e radio televizionit duke gjini për 3 ditë e hekim. Për marëm leje për hekëm. Për 3 ditë, jo s'kena nevoj me marë leje. Kur kush nuk pëngon me hek dika, jo. Se diçka e blokume, me të ndalu, diçka të blokume. Ju merruni me mendje e hek qeveria, për pak ditë. Qka duhet me bo? Qka duhet me bo? Me rrit ambicjen, me nis projektet maja, me nis të ardhmet Kosovës, me ankuru, me normalizu Kosovën, me qetsu Kosovën për i përplasje vermal, me të regu që mund t'ja dalim bashk, me të regu që jemi të pamjaftushëm për bes, pak jemi, populli vogël jemi. Nuk kemi as shumë njerëz të mençur e ditur që t'i largojmë, do t'i afrojmë. Dhe në fund ditës, me tregu se si gjenerat... Nuk kena shumë njerëz, jo të mençur me ditur, po nuk kena shumë njerëz në total, nuk kena shumë, tera shumë pak. Jo, kemi nevoj shumë. A di të më të sot pak jena? Prandaj të arrisim ambicje, këtë du t'a bëjmë. Edhe kjo është kontrasti i mendimit tonë. Unë besoj si gjenerat politike kemi këtë vërsh. Pra ati votuesit pavendosur ose që ende nuk është i bindur për neve, unë du t'i them një gjë. Nuk ke gabun të kaluarën. Ke pas drejt që ke kërku ndryshim. Skena politike ka qenë e korruptuar, e rënduar, e dërmuar, e papërgjeshme. Pa asnjë përgjegjësi. Edhe në kohën kur LDK ka qenë nuk e heqi asnjë përgjegjësi të Lidhjes Demokratike të Kosovës si kryetari i saj. Siç i moj me krenari gjitha arritjet e LDK-s. Për Ibrahim Rrogovës e tutje. Te shtetësia, liria, pavarësia, demokracia. I vendosim peshore me çdo parti politike të shohim ku po peshon kush. Por i thon votuesit, ke pas drejt që ke kërkuar më tepër. Unë kam kërkuar më tepër atëherë. Vjosa ka kërkuar më tepër atëherë. Ke pas drejt, por ai ndryshim nuk ka ardhur. Tu ka vjedh shpresa, ndryshimi për cilën ti ki pas nevojë dhe ki drejt për me kërku ndryshim, nuk është kjo që po shetash. Nuk është ura Saradronit, vada e Lupqit, nuk është sharja e ofendimi, nuk janë këto aspiratat për cilat ti ki nevojë, nuk është rritja e çmimit të energjisë elektrike, rritja e çmimit çdo produkti bazik, nuk është largimi i rive prej Kosovës, nuk është mungesa e investimeve kapitale dhe në fund i pari vendi më thonë, unë spremtoj investime. E për çka jete kryeministër? Për çka jete? Për çka je kryeministër nëse ti spremton që kemi bëj investime, ose këto se kuptoj, si zhvillohet shteti në fundja pa investime? More zotnia ka thonë, unë ka thonë se kom hek akcizën, nuk e kemi hek të vëshën, po jo më rritën vosh. Unë besoj që populli i Kosovës është shumë i ngritur se kaq. Edhe besoj që e lexon drejt. Dhe jam i bindur që e beson drejt, e lexon drejt shkakun pse po maltretohet. Po çka nëse e voton ata pra? Unë jam i bindur që jam i bindur që populli i Kosovës është më i mençur se kaq. Dhe jam me plot respekt për secilin e rit pa kënaqur me gjendjen e tanishme dhe të shoh përpara, dhe jam i bindur që sheh vizionin që po do të ndërtu. A din edhe një